Është vërtet që Faik Imeri i jep instruksione biznesmenit Halit Sahitaj që të kërkoj miliona euro nga familja e ish presidentit Thaçi. Ai mu më ka thonë se duhet m'ja lyp familjes të Hashim Thaçit 100 milion euro dhe bashkëpunëtorëve tina. Si është taku Faik Imeri me Halit Sahitin dhe shefin e BIAS serbe dhe Radojčićin në Beograd. Kemi nejt me Bojan Dimiqin, kemi hangër drek me Bojan Dimiqin edhe me Radojčić. With these CIA agents in Belgrade. Si e zbuloi identitetin e Faik Imerit Halit Sahitaj? Kur kemi udhëtuar bashk në Serbi, ku unë kam qenë në makinë të e drejtu makinën, është vërtet që Faik Imeri të gjitha veprimet e tij në raport me dëshmitarin Halit Sahitaj dhe shumë dëshmitar të tjerë, të cilët do t'i sjellim më vonë, i ka bërë sipas instruksioneve të marrura drejt për drejt nga ish prokurori i lartë i Hagës Jack Smith. Ai mu më ka shti më rajt ndryshe. Çdo moment e ka përzi zotin Jack Smith. Në 18 vazhdime do të dëgjoni për një pjesë të skandaleve të prodhuara nga Jack Smith dhe Faik Imeri. Për gjitha këto mund të na shikoni tek kanali në YouTube me Milain Zeket.